Gjesti që i preku të gjithë nëna e Kristian Prengës i zgjat dorën Anthony Joshuas pas ndeshjes, një moment respekti që u vlerësua nga të gjithë. Jo vetëm triumfi i Kristian Prengës në ring mori vëmendjen e publikut, por edhe një moment i veçantë që ndodhi menjëherë pas përfundimit të mbrëmjes së boksit. Nëna e boksierit shqiptar bë pjesë e një skene plot sportivitet, duke i zgjatur dorën kampionit të botës Anthony Joshua në një gjest të thjeshtë, por domethënës respekti. Pamjet u komentuar nga shumë të pranishëm, pasi treguan edhe një herë se boksi nuk është vetëm një sport force, por edhe një disiplinë ku respekti për kundërshtarin dhe për figurat e mëdha të këtij sporti mbetet një vlerë themelore. Nëna e Kristian Prengës ka qenë prej vitesh një nga mbështetësit më të mëdha të djalit të saj. Ajo e ka shoqëruar në shumë momente të rëndësishme të karrierës, duke qenë e pranishme në evente dhe ndeshje ku Prenga ka përfaqësuar me krenarisht Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Për familjen Prenga suksesi nuk ndërtohet vetëm me orë të stërvitjes, por edhe me sakrificat dhe mbështetjen e vazhdueshme që vjen nga njerëzit më të afërt. Pikërisht për këtë arsye prania e nënës në tribunë është kthyer në një motivim shtesë për boksierin shqiptar, i cili nuk ka fshehur asnjëherë rëndësinë që familja ka patur në rrugëtimin e tij sportiv. Pas përfundimit të ndeshjes, ndërsa emocionet kanë qenë tepër të forta, nëna e Prengës ju afrua Anthony Joshuas dhe e përshëndeti me një shtrëngim duarsh. Ishte një gjest i natyrshëm që përcolli mesazhin se rivaliteti mbetet vetëm brenda litarëve të ringut, ndërsa jashtë i mbizotron respekti për çdo sportist që ngjitet në nivelin më të lartë të boksit profesionist. Edhe Joshua ju përgjigj me mirësjellje përshëndetjes, duke e kthyer atë në një nga momentet më të bukura të mbrëmjes, një skenë që tregoi se kampionët njihen jo vetëm për fitoret, por edhe për mënyrën se si respektojnë njëri tjetrin dhe njerëzit që qëndrojnë pas tyre. Për Kristian Prengën, mbështetja e nënës ka qenë gjithmonë një burim force. Ajo ka ndjekur nga afër rrugëtimin e tij, duke qenë pranë fitore, por edhe në momentet më të vështira të karrierës së djalit të saj. Çdo dalje rëndësishme në ring është shoqëruar edhe nga emocionet e saj në tribunë, aty ku përjeton çdo goditje dhe çdo sukses të birit. Në sportin elitar shpesh vëmendja përqendrohet tek atletët, por pas çdo kampioni qëndron edhe një familje që ndan sakrificat, emocionet dhe sfidat e rrugëtimit drejt suksesit. Në rastin e Kristian Prengës, nëna e tij vazhdon të jetë një nga shtyllat më të forta të këtij rrugëtimi. Gjesti i saj ndaj Anthony Joshuas u pasi një shembull i bukur sportiviteti dhe edukate, duke dëshmuar se respekti është një vlerë që tejkalon çdo rezultat në ring. Ishte një moment i vogël në dukje, por që kishte një domethënie të madhe që u vlerësua edhe nga të pranishmit dhe nga tifozët që ndoqën nga afër mbrëmjen e boksit.